mendoja që e kisha ndërtuar tashmë jetën time. Ana emotive, familjare, e punës, e shtetit, që kisha zgjedhur se isha në Itali, dhe isha totalisht e kënaqur me gjithë zgjedhjet e mia. Në një moment caktuar nuk e di, kam iden energjia, sinergjia, fakti që nuk ndihesha më e plotësuar, fakti që kjo pandemia na la pasoja dhe na ndaloi dhe na kërkoi që të bënim një lloj kërkimi brenda vetes tonë, pyesnim, a je ti e lumtur? Dhe pyetja, përgjigjja ishte jo. Dhe nga joja, unë ndryshova gjithçka në jetën time, ndryshova shtetin, ndryshova situatën time personale, unë dava nda një person, ndrova punë, dhe le themi që ishte momenti i dur për të thënë jo, sepse unë tani nuk besoj që jam e lumtur, se lumturia për mua besoj që është një moment, dhe kam idenë se është si ajo që ti e kupton që ke qenë i lumtur vetëm kur tashmë ka kaluar, si kur thua tani, në momenti që ti thua tani, është gjë e shkuar. Dhe unë mendoj që kjo është ndjesia, pra është dhe pak më e vlerësuar se që duhet fjala lumturi, sepse